Mirëmëngjes. Ky video është për njerëz që nuk protestojnë, se shkova 3 herë në protest dhe kam shumë gjëra për t'i them. Gjëja e parë është që ju nuk do të përfitoni nga investimet të zvërnetësit. Jemi të gjithë pro zhvillimit, investimit, por Edi Rama po investon në shkatërimin juaj. Investimet të mira janë për shkollat, spitalet, rrugët, kualitet të jetës, pensionistët, fëmijët, infrastrukturë, gjë të tillë. Tani mbajnë mend në Vlorë për 4-5 ditë, pothuajse një javë, s'kishim ujë në Vlorë, kurse me siguri Edi Rama ishte duke pirë ujë nga rubinet në shtëpinë e tij. Se ai është miliarder. A kuptoni sa lek ka, sa pushtet ka ai? Ati nuk i plas kari për ju. Se kush është i kënaqur me çmimet e qirave? Kush është i kënaqur me transport publik që kemi në Shqipëri? Mund të kishim në tren nga Shkodra deri në Saran, por po ndërtojmë një stadium i ri për Kanye Westin. By the way, bleva biletën për Kanye, por nuk do të shkoj atë ditë në koncert, se do protestojmë. Do bëjmë bojkat koncertit edhe për Kanye West. Çdo ditë, edhe për një vit, protestojmë. Tani, dua të imagjinoni si do duket Shqipëri kur të mbaroj projekti. Imagjinoni. Qira në Vlorë fillojnë nga 800 euro edhe më shumë. Peshkatarët që duhen buk nuk do të peshkatojnë më. Mushkojnë, do kemi 300 herë më shumë se ata kanë qirë ekosistemi. Do kemi një ishull me njerëz më të korruptuar në botë në vendin juaj. Kjo do të thotë trafikimi i fëmijëve me qëllime seksuale. Me rrotë të shtëpisë do humbin fëmijët. Se ata që janë miliarderë si Jared Kushner, Trump, Epstein, ata shoqërohen jo vetëm, por shoqërohen me pedofilët. Dhe imagjinoni një suflaqe të kushtoj 500 lek. Do kemi një botë, si quhet distopike, ku njëra anë e Vlorës do kemi vetëm të huajt dhe të pasurit, si në Dubai, edhe nga ana tjetër të Vlorës, shqiptarët që vdesin për bukë. Tani, le ta lëmë mënjan politikën dhe zgjohuni, se rreth flamurit ju jeni të përbashkuar. Vazhdoni, protestoni, dhe me siguri do të fitoni.